Mbyllni pak sytë dhe imagjinoni një qytet të lashtë, ku gurët e rrugëve kanë dëgjuar hapa filozofësh për më shumë se 2000 vjet. Ky vend quhet Qufu, zemra shpirtërore e Kinës, djepi i një prej mendjeve më të ndritura që ka njohur Kina dhe njerëzimi, Konfuci. Por historia nuk përfundon me të, ajo vazhdon në gjakun e një familje që sot njihet si një nga më të jashtëzakonshmet në botë. Konfuci lindi më 28 shtator të vitit 551 para Krishtit, në qytetin Qufu të shtetit Lu në Kinën e lashtë. Ai erdhi në jetë në një periudhë trazirash politike, ku shtetet kineze luftonin vazhdimisht për pushtet. Konfuci lindi në një familje të varfër dhe babai i tij vdiq pa kohë pasi ky lindi. Por ai kishte një uri të jashtëzakonshme për dije. U rrit në vështirësi, por me një ndjenjë të thellë disipline dhe detyrimi. Ai besonte se morali, edukimi dhe drejtësia mund ta shëronin shoqërinë. Konfuci vdiq në vitin 479 para Krishtit në moshën 72 vjeçare, aty ku lindi dhe u varros në pyllin e Konfucit në Qufu, që tani është një vend i shenjtë ku çdo vit shkojnë studiues, turistë dhe pasardhës nga gjithë bota për të nderuar njeriun që la një trashëgimi në çdo perandori, një filozof tepër të shquar. Por a e dini që pasardhësit e tij vazhdojnë të ruajnë sot pemën e tyre gjenealogjike prej më shumë se 2500 vjetësh pa ndërprerje? Familja Kong, pasardhësit e drejt për drejt të Konfucit, mbajnë rekordin absolut për pemën gjenealogjike më të gjatë të dokumentuar në historinë e njerëzimit. E quajtur Kong Zupu, kjo pemë familjare nuk është thjesht një listë emrash, por një rrëfim epik se një enciklopedi njerëzore mund të përfshijë më shumë se 80 breza, duke arritur sot në 2 milion pasardhës të regjistruar. Mendoni pak, një vijë gjaku që ka kaluar në dinasti, perandori, luftra, pushtime mongole, përplasje ideologjike, revolucionin kulturor, shpërngulje masive dhe prap ka mbetur e gjallë. Origjina e pemës daton 200 vjet para Krishtit, gjatë dinastisë Han. Në atë kohë, burokratët dhe perandorët nisën të dokumentonin trashëgimin e familjes së Konfucit si një respekt i thellë ndaj filozofit që ndërtoi moralin e Kinës. Por ndoshta pjesa më manicë ndodhi në kohët moderne. Në vitin 1994, një ekip prej qindra studiuesish filloi një projekt titan, të kërkonte, verifikonte dhe përditësonte çdo pasardhës të Konfucit kudo që ndodhej, Kinë, SBA, Japoni, Francë, Singapur e tjerë. Pas 15 vitesh pune, në 2009 u publikua edicioni më i ri i pemës familjare, një vepër kolosale që shtoi 1.3 milion emra të rinj. Një peshë që flet vetë, një trashëgimi i gjallë, një kaluar që ecën krahas së tashmes.